Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bim ka habitur të gjithë mjekët, jap se gratë mbi 40 vjeç duhet ta përdorin urgjent. Vaji i rozmarinës është një ndër vajrat me përdorimin më të gjerë në mjekësinë popullore dhe në kozmetik botërore në ditët e sotme. Gjithashtu ajo njihet për ndikimin që ka në sistemin imunitar dhe mendor, por pse gratë mbi moshën 40 vjeç duhet ta përdorin atë? Ndihmon në rritjen e flokëve. Dieta e varfër ushqimore, përdorimi i vazhdueshëm i tharses, pjastrës apo mashës së flokëve, lyerjet e vazhdueshme, por edhe procese delikate si dekolorimi, ekspozimi në diell për një kohë të gjatë e të tjerë, janë disa prej shkaqeve të cilat çojnë në dobësimin e folikulave dhe këputjen e tyre. Është normale që në momente të caktuara të jetës sonë të vëmë re se flokët bien, por nëse kjo gjendje vazhdon për një kohë të gjatë, aq sa të rrezikoheni nga alopecia, është të përdorni menjëherë vajin e rozmarinës. Mjafton vetëm disa pika në ditë për të masazhuar skalpin pas së dushit, por edhe në të thatë dhe flokët tuaj do të duken shkëlqyeshëm. Përmirëson kujtesën. Vaji i rozmarinës është i pasur me përbërës me veti antioksiduese dhe antiinflamatore të cilat kanë një ndikim të shkëlqyer në përmirësimin e funksioneve kognitive të sistemit nervor. Pas moshës 50 vjeç vjet re një rënje ose le ta quajmë zbehje e aftësive memorizuese. Prandaj, ushqeni kujtesën tuaj me vaj rozmarine. Në një studim të publikuar ku morën pjesë 144 persona, u vure se kur ishin të ekspozuar ndaj aromës së vajit magjik të rozmarinës, ata ishin më të predispozuar për të stimuluar kujtesën afatgjatë. Është i shkëlqyer për dhëmbët. Vaji i rozmarinës është një ndër aleatët e bekuar të shëndetit oral. Ka veti dezinfektuese, lufton kavitetin oral, pllakëzat midis dhëmbëve dhe eliminon erën e keqe të gojës. Mund të hidhni 2 pika mbi kolinoz para se të lani dhëmbët ose dhe të pini pak prej tij. Mëlçia njihet ndryshe si motorri i dytë i trupit të njeriut pas së zemrës. Ajo është gjëndra më e madhe e organizmit e cila lidhet me aparatin tretës. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K dhe A, eliminon lëndë toksike të cilat merren përmes ushqimit. Studimet e ndryshme kanë provuar se vaji i rozmarinës ndihmon në mirë funksionimin metabolik të mëlçisë duke e çelmuar atë. Sipas ekspertëve dhe studimeve të fundit, rozmarina ofron një mori përfitime shëndetësore të cilat shtrihen shumë përtej rolit të saj si një erëz aromatike. Ja disa nga përfitimet të shumta të rozmarinës: shëndeti i njohës dhe rritja e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mund të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë tuaj mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose për çdo i cili kërkon që të rrisë aftësitë e tij njohëse. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se mbron edhe qelizat e trurit nga dëmtimi. Sipas ekspertëve, rozmarina ka efekte antioksiduese dhe njëkohësisht të fuqishëm me përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup duke reduktuar stresin oksidativ që lidhet me sëmundje kronike si sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës gjithashtu në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit, duke mbrojtur nga disa kushte shëndetësore. Shëndeti i tretës. Shëndeti i tretës dhe njëkohësisht lehtësimi gastrointestinal bën që rozmarina të shtojë prodhimin e lëngut biliar, i cili mbështetet tek procesi i përgjithshëm i tretjes, duke reduktuar kështu simptomat si për shembull fryrja, gazrat dhe dispepsia. Sipas ekspertëve, ajo ofron mbështetjen e shëndetit të zorrëve dhe njëkohësisht parandalon shqetësimet e tretjes.
mbështetja e sistemit tuaj imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes ose gripit mund të sigurojë një mburojë shtesë kundër këtyre sëmundjeve të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mund të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme edhe në trajtimin e kollës, ftohjes dhe infeksioneve të tjera të frymëmarrjes. Shëndeti i flokëve dhe i kokës. Vaji i rozmarinës është gjithashtu i njohur për stimulimin e gjendrave të flokëve duke nxitur rritjen e tyre dhe njëkohësisht duke parandaluar rënjen e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mund të ndihmojë në mbajtjen e skalpit të shëndetshëm dhe njëkohësisht pas bokt. Shëndeti kardiovaskular. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular. Madje disa studime tregojnë se rozmarina mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ndërsa rrit nivelin e kolesterolit të mirë, duke kontribuar kështu në një zemër më të shëndetshme. Shëndeti mendor dhe njëkohësisht ai fizik dhe lehtësimi i stresit janë më se të nevojshme për secilin prej nesh dhe fal aromës së rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, një hormon i cili lidhet pikërisht me stresin dhe njëkohësisht përmirëson humorin tuaj. Kështu, pirja e çajit të rozmarinës mund të nxjisë relaksim, të zvogëlojë ankthin dhe nga ana tjetër të përmirësojë edhe memorien tuaj, mirëqenien e përgjithshme mendore si edhe duke nxitur një gjumë më të mirë. Shëndeti i lëkurës dhe njëkohësisht kundërplakjes. Sipas ekspertëve, aroma e rozmarinës dhe antioksidantët të cilët gjenden tek ai, veçanërisht acidi rozmarinik, ndihmojnë në luftimin e shenjave të plakjes dhe njëkohësisht përdorimi i vajit të rozmarinës mund të ndihmojë në ruajtjen e një çere mërinore dhe e mban lëkurën tuaj të mirë hidratuar. Menaxhimi i peshës. Rozmarina njihet edhe për stimulimin e metabolizmit, duke ndihmuar kështu trupin që të djeg kaloritë në mënyrë më efikase dhe njëkohësisht aroma e saj vepron si një shtypës natyral për oreksin, duke ndihmuar në reduktimin e dëshirave të mbingrënies. Gjithashtu, sipas ekspertëve, rozmarina ka vlera fantastike edhe për sa i përket aftësisë së trurit. Sipas studimeve më të fundit, rozmarina ka aftësi të shkëlqyera për të përmirësuar memorien tonë si edhe për të forcuar përqendrimin dhe vigjilencën. Për personat të cilët kanë humbje të shikimit apo atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe do bëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime kaq të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidantë, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!